Hapësirë ka lart goxha për kokën, tavanin panoramik futet drejt sa dush. Këto sedilet duket edhe se po mund t'i shtysh pak më mrapa. Shumë mirë, e ka edhe kjo për pak më shumë rati. Edhe 3 veta mund t'i marrë ashtu, nuk është se është ngushtë fare. Suportive i ka edhe këto mrapa. I ka goxha mirë si sedilje. Bagazhi ka hapësirë goxha, ka edhe këtë ndarësen që tërhiqet për dush. E bollshme është, normal me buton elektrik. Asnjë gjë s'ka pa lek Porsche. Sedilet i kanë GTS-n, edhe kjo rrezik ka qenë opsion me lek. Sedilet shumë mira, shumë të rehatshme. Edhe këtu e ka të kjo e mesit, e ka Alcantara këtë pjesën. Këtu ke 2 cup holders. Kjo është amortizimit Sport Plus Comfort, edhe për të ngritur amortizatorët lart, nëse je të shku off-road. Është edhe kamera këtu. Marshi është automatike. Ka edhe orën, edhe kjo Sport Chrono për të matë edhe xhirot. Shumë e bukur është. Për të matë për sa kohë bë xhirot në pistë, komplet cross-code me qepje, edhe lart tu me qepje, rripat e kuq. Edhe pllakun këtu e ka Cayenne GTS.